që sa të duash, nuk jam si ti 3, Nuk ti përcakton. 2, 5. Serioz me të panjorit. Karagjoz me personat që ndihem komfort. Romantik. Dhe aventurier. Super. Angelo, rregullo mikrofonin. Ndoshta duhet ta lësh pak më më mirë se sa ta lidhësh. Ti krahas veçorive të kush ishte kafsha e parë? Kali ishte e dyta. Si harrova në kafshën e parë. Delfini pra? Po. Krahas veçorive të delfinit tani në përditshmëri në raport me njërin në kontekst social. Po tani. Me këdo jam ndryshe. Qofse do pyesnim shoqen tënde të ngushtë. Qa mendon se do të thoshte? Është nesër ose si bie të dielën te fan klubi? Po. Po Xhoti është tip i hereshëm, të rezervace, kështu grifsh, po edhe shumë emocionale. Këto janë gjërat, domethënë që më përshkruajnë mua. Jam mes dy ekstremeve. Ajo do thoshte është e çmendër. Çfarë të bën ty të çmendur? Po se edhe unë jam tip aventuriere për gjëra, domethënë jam shumë edhe e planeve, pra nuk bëj gjë pa planifikuar, dua që çdo lloj gjëje mos më dalë jashtë Kontroll freak, po që si e kam menduar, për shembull edhe mbrëm, nga arsye që nuk më zinte gjumi, padyshim që ishte kjo pjesa e gjithë situatës që ndodhi, se ti nuk isha aty, po që edhe unë jam shumë overthinking, kështu. Filloj, mendoj, dhe nëse mua nuk më pushon truri, domethënë ka momente që dua shumë, them Xhot, flita njështë, momenti të qetësohesh, edhe jo. Truri vazhdon, domethënë pa kontroll nuk e ndaloj dot. Domethënë jam person që i mendoj shumë gjërat edhe dua që çdo situatë